Fushat elektorale për betejën e 11 majit nisi de facto sot për ekipin e kandidatëve të Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Në një komunikim me gazetarët, kryetari PD-s Berisha deklaroi se në listën e kandidatëve për deputet janë përfshirë ekspertët më të mirë e figurat të njohura nga biznesi e diaspora. Kur ndonjëherë një listë e tillë kaq përmbajtësore, kaq cilësore nuk është paraqitur para elektoratit shqiptar. E ndërsa mbrojtje ekipin e tij të kandidatëve, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka krijuar një listë për të mbrojtur ministrat nga hetimet për korrupsion. Shqiptarët pan listën e skapit në krahun tjetër të gjithë ministrat me dosje kuintalshe mbi shpinë u futën njëri mas tjetrit në listën e mbrojtur për shkakun e vetëm se kanë vjedhur bashkë me Edi Ramën. Berisha komentoi largimin e deputetit demokrat Dashnor Sula dhe komentin e kryeministit Edi Rama për të. Mbrojtja e kryeministrit është puthja e Judës për Dash Sulën, i cili ka karrierën e tij, por mendoj se hapi që bëri të rrjeshtohet me opozitën e opozitës, pra de facto me një patericë të Edi Ramës, nuk është zgjidhja në vlerësimin tim. Pavarësisht pakënaqësive që krijoi lista e kandidatëve në kampin opozitar, Dashnor Sula është i vetmi deputet që u largua nga Partia Demokratike një ditë më parë.